Sot do bëjmë byrek me patate. Për këtë byrek duhen 5 peta, 1 kg patate, 2 kokra qep, krip, vaj dhe fillojmë nga përgatitja. Duhen 1 kg patate, i ziejmë, i qërojmë, i lejmë të ftohen dhe rezultati është i shtypim patatet me lugën e drurit, marrim 2 kokra qep, i pastrojmë, i bëjmë me copat vogla dhe i fërgojmë. Vendosim qepën me vaj ulliri ose dhe me vaj zakonshëm. E lejmë sa të skuqet. Ja, dhe qepa e fërguar është gati. Pasi e kemi pjekur qepën, skuqur, edhim tek patatet e shtypura. Jo të bëra pure, se bërë më mirë kur janë të shtypura patatet. I përziem, i hedhim krip dhe brumin e kemi gati. E përziem brumin, kemi hedhur dhe kripën. Duhet kemi parasysh që ky brum, kjo përzierje nuk duhet jetë e nxehtë, sepse prishet petët. Marrim një petë, e spërkasim me vaj, e ndajmë për gjys, në këtë mënyrë. Dhe hedhim mbushjen. 2 lugë nga mbushja. E hapim. Që tjetë paka shumë njësoj. E rregulloj mirë. I hedhim vaj. Pjesën këtu e kthejmë, pastaj e hedhim sipër brumin. E rregulloj mirë dhe e mbuloj me pjesën tjetër. Kështu veprojmë me gjitha petët. E spërkasim me vaj përsipër dhe lejmë në furrë për 20 minuta me 200 gradë. Marrim një tepsi, e lyejm me vaj fundin dhe i marrim, kemi bërë 5 petë. E marrim një nga një dhe i rrotullojmë mas njëra tjetrës. Kështu vazhdojmë dhe për petët e tjera, ku mbaron pusin tjetrën. Pasi e heqim nga furra, e lejmë të ftohet dhe byreku është gati. Ja, dhe byreku gati për të ngrënë. Ju bëf të mirë.